Bismillahirrahmanirrahim. Ka një shprehje shumë të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili na kërkon që të rinovojmë besimin. Jaddidu imanakum. Rinovojeni, ripërtërijeni besimin tuaj. Është një kërkesë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe një urdhëresë me peshë shumë të madhe, e që gjithsesi na bën të kuptojmë se në përditshmërinë tonë, nga gabimet, nga hutimi, nga mungesa e rujtjes së ekuilibrit siç duhet në marrëdhënie me Allahun Azza wa Jall, ne arrijmë në një pikë që patjetër kemi nevojë me ripërtëri besimin tonë. Kemi nevojë me ja rikujtu vetes tonë atë që është tabani, atë që është origjina, atë që është bazamenti i çdo gjaje në jetën tonë të përditshme. Ripërtërijeni besimin tuaj. I thanë, ja Rasulullah, si ta ripërtërim besimin tonë? Të tha, shtojeni përmendjen e fjalës La ilaha illallah. Pra shtojeni sa më shumë La ilaha illallah brenda ditës dhe natës. Subhanallah, kjo është një fjalë shumë e madhe. Është ma e madhja e fjalëve dhe dhikri ma me peshë në mesin e krejt dhikreve që mund të lexojmë në Kur'anin famulart apo në trashëgimin e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, pra në hadithet e shumta. Ka një ngjarje shumë interesante, Hazreti Ebu Huraira, i djali i ri, i cili kishte një zell shumë të madh për të mësuar fjalët e pejgamberit dhe për të regjistruar hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vjen tek zotnia e jon dhe i thotë, ja Rasulullah, kush është njeriu ma i gëzuar dhe ma i lumtur me shefaatin tan nesër ditën e gjykimit? Pra ai njeriu që ka me e shiju maksimalisht shefaatin tan. Të më kenë ma i lumtuni. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot, o Ebu Huraira, mendoja se askush para tejet nuk do të më pyeste për këtë hadith, duke ditë zellin tan të madh për regjistrimin e haditheve, pra fjalëve të mia. Vazhdon dhe i thot, ma i lumturi i njerëzve me përfitimin e shefaatit tim në ditën e Kiametit është ai që ka thënë La ilaha illallah me pastërti të zemrës dhe shpirtit të tij. Prandaj kur thu La ilaha illallah, ose mendon se po thu thjesht një fjali e cila është e rëndom si çdo fjali tjetër. Kur ke thënë La ilaha illallah, pra ti duke thënë vetes tane, çdo qelizë prej qelizave tuaja, i duke thënë melekëve gjithësisë se kjo botë, se kjo gjithësi, se ky univers, se unë, se mendja ime, se shpirti im, se zemra ime, se veprat e mia, se toka ime, se qielli im, se uji, se gjithçka e kanë një Zot të vetëm. Kjo gjithësi, kjo tanësi e ka një Zot të vetëm, i cili është i pashoq. Është i vetëm, i pashoq, një dhe nuk ka të dytë, nuk ka shok. Nuk ka familje siç ne, nuk ka gru, nuk ka fëmijë, nuk ka djalë, nuk ka vajzë. Dhe të gjithë pa përjashtim janë robët e tij dhe nevojtar për mirësinë, e bamirësinë, e mëshirën, e bujarinë, e përkujdesjen, e mbrojtjen e tij, mallë qoftë. Për në momentin që ti e thu këtë me zemër të pastër, me bindje absolute, ti je ma i lumtuni i njerëzve. E nesër ditën e gjykimit kemi kënë ma nalt se kushdo tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam hyri një ditë në mesin e sahabeve, dhe më thënë në xhaminë e tij. Do tha, a ka ndonjë të huaj këtu në mesin tonë? Dhe më thënë, a ka ndonjë që nuk i përket kësaj familje të madhe të besimit dhe të islamit? I thonë, jo, ja Rasulullah. Urdhëroi që të mbyllej dera, pra mbylleni derën. Thotë dhe e mbyllëm derën. Tha, ngrini durët tuaja dhe thoni La ilaha illallah. Thotë dhe ne i ngritëm duart, imagjinoni dhe më thanë, xhamia plot me njerëz të gjithë me duart nalt, duke thënë La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pastaj tha Elhamdulillah. Allahumma, Zoti im, ti më ke dërguar mua me këtë fjalë. Dhe më ke urdhnuar me e përhap këtë fjalë. Dhe më ke premtuar xhenetin për këtë fjalë. Dhe ti nuk e thyn premtimin. Pastaj vazhdoi, mysh dhe për ju, ngrihuni, se Allahu ju ka falë. Sa e madhe. Dhe më thanë, për
pastërtinë dhe sinqeritetin e zemrës që Allah Azza wa Jall ka pa në ato momente tek ata njerëz për peshën e madhe të kësaj fjale, e ka frymëzuar pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i ka shpall për t'ju thënë jepi myshde, ata janë të falun. Është jashtëzakonshme. Është befasuese. Ajo çfarë kjo fjalë e madhe vepron në zemrën dhe shpirtin e njeriut kur ai thot, dhe çfarë tërheq prej dritave hynore, prej mirësisë, prej mëshirës, prej begative të Allahut Azza wa Jall. La ilaha illallah, ka peshë të madhe. La ilaha illallah. Nuk ka më të madhe. La ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Pra ti po dorëzohesh, ti po deklaron me të madhe se kjo gjithësi e ka një zot. Ti po ndjen krenari legjitime. Ej, ti je i familjes la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Thot në Kur'an famlar. Dije, me argument, me bindje absolute, me krenari legjitime se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Dhe sa e rëndësishme është që njeriu me jetu në këtë botë me dignitetin e një qenie që nuk ka shkriju kot së koti, nuk ka ardhë në këtë botë kot dhe nuk do të largohet nga kjo botë kot, por e ka një Zot i cili çdo gjë, çdo episod, çdo sekond, çdo lëvizje, çdo frymë të jetës së kësaj qenie, të këtij njeriu, e di më së miri. Nuk jam vetëm. Unë nuk jam vetëm, unë kam një Zot. E me kënë se muslimani ka një Zot, e njeriu ka një Zot. Kjo gjithësi e ka një Allah. Lypse që njeriu me kënë krenar në qëndrimet e tij në jetën e përditshme, jo me leju me u poshtnu nga dikush që e mohon Zotin. Jo me leju që dikush që llogarit i ka me shejtanin, me asgjan, me kotsin, me interesat meskine të kësaj bote, me pasunin, me pasurimin, ndoshta edhe në rrugë të harameve, mos me leju që ky soi me e poshtnu. Është një moment me reflektu se kjo botë e kjo gjithësi e ka një Zot. Dhe ai Zot, malnu qoftë, nuk e lën njeriun të rrëshqas e të humas për gjithmonë. Mundet që e keqja me triumfu momentalisht. Mirë po, el aqibatu lil muttaqin. Triumfi përfundimtar është i njerëzve të devotshëm, i atyre që besojnë një Zot. Prandaj kur thu la ilaha illallah, tanë bota lëviz me ty. Ti je ma i forti i botës, je ma i ndershmi, ma i pastri. Je njeriu ma korrekt, je njeriu në shina. Je njeri që toka begatohet kur ti ecë mbi të. Je njeri që çdo gjë për rrethet gëzohet dhe e madhëron Zotin për brinjë të jetë kur ti thu la ilaha illallah. Dëgjoni këtë hadith dhe ti lutemi Allahut Azza wa Jall që me jetu me faqe të bardhë me la ilaha illallah. Edhe me u largu nga kjo botë me faqe të bardhë e me la ilaha illallah. Dhe me u ringjall nesër ditën e gjykimit me faqe të bardhë dhe me la ilaha illallah dhe me këtë kartë, ma të fortën kartë të gjithësisë, dunjas dhe ahiretit, me hi nesër në xhennet. Çfarë thot? Alayhi salatu wasalam. Hazreti Musa alayhi salam ju lut Allahu dhe i tha: O Zoti im, më mëso diçka me të cilën unë të përmend edhe të lutem. Allahu Azza wa Jall i tha: thuaj la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Hazreti Musa tha: Zoti im, krejt njerëzit e thonë këtë, domethënë krejt robët e tu e dinë këtë. I tha: thuaj la ilaha illallah. Allah. Hazreti Musa vazhdoi: Ja Rab, unë du diçka të posaçme, krejt speciale për mu. I tha: o Musa, sikur 7 qiejt edhe 7 shtresat e tokës po ashtu, të vendoseshin në njënën anë të peshorës, dhe la ilaha illallah në anën tjetër, do të peshonte maran la ilaha illallah. Meseleja shumë e thjeshtë. Shtojeni sa ma tepër dhikrin la ilaha illallah.
shtojeni sa më tepër. Është pastrimi i besimit, është ripërtritje e besimit, është forcë, është mbrojtje, është begati, është mirësi, është mëshirë nga Allahu Azza wa Jall që na merr përdore për të qëndruar nalt, për të jetuar nalt, për të kenë për herë nalt. La ilaha illallah. Nuk ka më të madhe. Allahu ju dashur.